ka patur role të cilat kanë qenë kriminale. Dhe prandaj ZPS-ja nuk mund të pretendojë që ne nuk po trajtojmë edhe thelbin e çështjes. Megjithë këtë, duke qenë që ne jemi marrë me themelit e kësaj çështje, pasi fola që ka qenë jashtë shteti, ZPS-ja u holl dhe tha se zoti Veseli në fakt ka qenë në një veprimtari të drejtë për drejtë në muajt e parë të akuzës, kur po krijoi edhe komanda përpara se të ishte që të mungonte nga Kosova. Dhe është era parë do thonim ne që ZPS-ja pranon të hënën që të përqendrohet në çështjen e komandës dhe kontrollit në muajt e hershëm. Mirë po, në atë kohë, niveli organizativ ishte në fazën fillestare dhe ishte periudha më e pa organizuar. Dhe kjo në fakt është edhe kulmi i horizontalizmit. Nuk ka sigurisht asnjë provë të ekzistencës që të ndonjë strukturë të inteligjencës në atë kohë, drejtoritë u krijuan vetëm më vonë nga nëntori në 98-s, bazuar në provat, dhe edhe atëherë nuk ka patur përqendrim apo lidhje me zonat. Kjo është periudha që përkon me largimin jashtë shtetit të zotit Veseli. Përpara se të përfundojmë të ndëruar gjykatës, deshëm të i ktheheshim pyetjes së gjykatësit Barte lidhur me praktikën shtetërore për të mbështetur të drejtën zakonore të ndalimit për arsye të sigurisë. Është një aspekt shumë i rëndësishëm, pasi siç mund ta dini të ndëruar gjykatës, dhe gjykata ndërkombëtare e drejtësisë në rastin e pjesës detare të detit të Vriut e ka bërë të qartë. Ne mund të jemi pikërisht në këtë fushë të praktikës shtetërore dhe jemi dakord këtë, por ne nuk mund mos kemi arritur në këtë praktikë shtetërore, por nuk jemi as për ekzistencën e krimit të paraburgosjes së paligjshme në kohën e një konflikti të armatosur sipas së drejtës zakonore. Apeli i Shalës ka pranuar që para ndalimi aprovimi i lirisë mund të ndodhë për arsye të sigurisë. ZPS do të aprovojë që në mënyrë të arsyetueshme që ndalimi të ketë qenë i domosdoshëm tërësisht, duke referuar jurisprudencës të PNJ-s. Ne kemi përmendur jurisprudencën përkatëse në paragrafet 724 deri 734. Konsultimet e ekspertëve të kryqit të kuq dhe analizat e çështjeve përkatëse konfirmojnë këtë, duke referuar legjislacionit të vendeve përkatëse, manualeve ushtarake dhe praktikave shtetërore të shtetit dhe të organizatave ndërkombëtare. Dhe të ndëruar gjykatës ju referoj studimit të së drejtës zakonore të kryqit të kuq, rregulli 99 mbi privimin e lirisë, volumi 1, rregullorja dhe Chatham House, raporti i ekspertëve i kryqit të kuq, takimit të 2009-s, 91-shi, revista ndërkombëtare International Review of the Red Cross, faqe 859. Si përfundim të ndëruar gjykatës, ZPS-ja në fund të parashtrimeve të saj të hënën tha se ne jemi duke përçardhësunduar kur bëhet fjalë për vlerësimin e tërësisë së provave. Edhe një herë është një metaforë ironike që shoqërohet me punën kundër nesh. Megjithë këtë, edhe më e rëndësishme është që nuk është me motive të qarta, pasi mbrojtja ka të drejtë që të tregojë që pretendimet thelbi janë të bazuar në thashë theme dhe janë të pavërtetuara dhe të pabaza. Dhe ajo që mbetet janë thjesht thërrime thashë themesh.
ku në tërë këtë univers provash janë në fakt argumentet për veprimtari kriminale të zotit të Veseli, ZPS nuk ne ka treguar asnjë udhë rrëfyes, ju a lën juve të ndëruar gjykatës që të mundet ta hartoni një gjë të tillë. Sipas mendimit tonë, kjo është tembelullak dhe tregon për buzje për vetë themelin e kësaj gjykate, e cila nuk është krijuar për të dënuar për hir të dënimit, dhe kjo nuk bëhet thjesht sepse në tregohet thjesht një model reklamimi, dhe në fakt ky është edhe rregulli kryesor i përçarjes të sundimit. Të kontrollohen narrativat e rrema duke fragmentarizuar të vërtetën. Gjykata ka nevojë që të gjejë të vërtetën në të gjithë këtë rrëmuj, që të gjej që nuk ka asnjë provë në argumentet e ZPS-së dhe ky trup gjykues të bashkohet rreth së vërtetës lidhur me